على عقيدة السلف وهي النجاة للخلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين فلندرهم الله عز وجل صلوات السلام تدرجي محمد صلى الله عليه وسلم familjes e tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe zër besimtar, sonte do të flasim rreth turpit. Është një temë që çdo besimtar duhet ta ketë, domethënë të ketë turp, edhe duhet me ditë se për kujt mu turpru. Nuk ka dyshim se kjo është domethënë prej çështjeve të mëdha të fesë. Nëse një besimtar nuk ka turp, nëse një besimtar nuk turpërohet prej Allahut Azza wa Jall spari, pastaj edhe prej krijesave të Allahut Azza wa Jall, vallahi nuk ka dallim mes tij dhe kafshës. Nuk ka dallim mes tij dhe kafshës. Kafsha dhe ai është njëjtë. Pse? Po kafsha bën çmos, edhe insani nëse bën çmos, do të thonë që çfarë dallimi ti ke. Mirë, po besimtari i drejt, besimtari i sinqert, ai turpërohet mas pari prej Allahut Azza wa Jall, pastaj turpërohet edhe prej krijesave të Allahut Azza wa Jall. Pra, turpi është një prej moraleve, prej cilësive të besimtarit. Edhe turpi sjell veç mirë. Turpi, marrja sjell veç mirë. Kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haya'u la ya'ti illa bi khair. Turpi sjell veç mirësi, veç mirë sjell turpi. Tregon Qatada radiallahu anhu, thot kemi qenë te Imran ibn Husejni, edhe me ne ka qenë Busheir ibn Ka'bi radiallahu anhum, dhe kanë folë, do më thonë, për Imranin në atë ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, el hayau kulluhu khair. Turpi, i tërë turpi është khair, mirë. Ose ka thënë, el hayau kulluhu khair, ose ka thënë, turpi, i krejt turpi, do më thonë, është khair, është mirë. Busheir ibn Ka'bi radiallahu anhu thot, na po e gjem të shkrume, do më thonë, në disa libra ose disa urtësi, se ajo është, do më thonë, qetësi. Atëherë, ky tjetri zemrohet e Imrani, ju kanë skuq syt. Ky pi thot, unë po thom, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti po më thu diçka tjetër. Më thonë, fjala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbi gjitha. Fjala Allahut, pastaj fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Allahu Azza wa Jall çka thot, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo fjala Hasanit dhe Hysejnit. Mirë, po fjala Allahut, fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se ai person që ka turp, ai ka khajr në ta. Ne jemi njerëz, ne jemi mëkatar, ne gabojmë. Mirë, po njeri që është insan, ai turpërohet pak. Kur ta bën një gjuna, kur ta bën një gabim, duhet mi ardh turp, mu turpëru. Jo mos me t'interesu, mos me tani hiq me thonë, valla mos më intereson, punë e madhe kom bo gabim. Jo, ti ki bo gabim. Mirë, po, që thot popullit do të mos skuq pak, do të me të ardhë mare pak. Pse? Mas pari po që Allahu Azza wa Jall. Mas pari po që Allahu Azza wa Jall. Ti a nuk turpërohesh hiq prej Allahut? Ti a nuk turpërohesh hiq prej njerëzve? Kanë me të pa njerëzit. Kanë me të pa me lajqet Allahut Azza wa Jall, do të më turpëru. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, istahjau min Allahi haqqa al-haya,
ka thënë turpëroni prej Allahut turpërim të vërtet. Tha inna lanastahyi walhamdulillah. Tha ja Rasulullah, na po turpërohemi alhamdulillah. Ka thënë lejsa dhalik, nuk o kështu. Jo kështu mu turpëru. Ka thënë men istahya min Allahi haqqa al-haya falyahfadh al-batna wa ma hawa. Ka thënë kush turpërohet prej Allahut azza wa jall, le të frigohet edhe në tutë, do më thënë barkun e vetë çka po qet. Walyahfadh ar-ra'sa wa ma wa'a, edhe le të kujdeset për kokën e tij. Jo me nis me mendu për musliman të keq, ai kështu, ai ashtu. Jo. Duhet mu kujdes për barkun e duhet mu kujdes për kokën. Jo me mendu për musliman vëzët e tu keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër ka thënë: "El imanu bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha al-imatatu al-adhan at-tariqi, wal haya'u shu'batun min shu'ab al-iman." Ky hadith na tregon domethënë se imani ka shumë deg. 70 e disa, do me thonë 73 deri 79, kur vjen fjala bid'a, do me thonë prej 3 deri 9 mundet më konë. 73 deri 79 mundet më konë. Më e nalë që ka thonë është la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adhani tariq. Më ullë që është me hek një senet një të keqe që të pengon rrugë. Që ta me hek? Që kjo që? Mirë për nësët çka bëjmë? E gjujmë. Marë është. Ai që e gjun këto, ai nuk ka turp. Nuk turpërohet, e gjun. Mirë po, pejgamberi a.s. ka mësu, që to me hek prej rrugës. Pse? Vjen një verbër edhe nuk e shkel, ndoshta e thënë komën. Ty s'ta merr mendja. Për që adin se rast e ka, do me thonë që kanë bo gabime njerëz në për rrugë, ka shkel edhe e ka thy komën, ka thy qafën, ka thy kokën, ka thy dorën, ka vdek, e kështu me radhë. E pejgamberi a.s. ka thonë, ma e ullë që është, me largu një të keqe prej rrugës. Ka thonë, wal haya'u shu'batu min shu'ab al-iman. Dhe turpi është një pjesë, një deg prej degve të imanit të besimit në Allahun azza wa jall. Pra, la ilaha illa Allah qenka, më e nalta. Do me thonë, ajo është njësimi Allahut azza wa jall, sinceriteti. Dhe më e ulta është, me largu, do me thonë, një të keqe prej rrugës, që i ban njerëzve dëm, që i pengon njerëzve. Mundet me qenë ajo guri, mundet me qenë gjambi, mundet me qenë qelqi, mundet me qenë diçka tjetër që i pengon njerëzve. Dhët me mendu se ka me kalu fëmija aty, mundet mu vra, mundet mu prej, mundet me ka padash edhe me prej dorën. E kështu që me largu do me thonë të keqen. Pra, po ashtu të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se turpi dhe imani shkojnë barabartë. Idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Nëse heket njëna, heket edhe tjetra. Do me thonë këto shkojnë barabartë. Nuk mundesh me thonë dikush ka iman, mirë po turp nuk ka. Jo, nëse s'ka turp s'ka iman. Nëse ngritet njëna, heket edhe tjetra. S'mundesh me thonë valla ky ka iman. Jo, nëse ka iman ka turp. Nëse s'ka iman s'ka turp. Nëse ngritet njëna, ngritet tjetra. Do me thonë, nuk mundet njëna pa tjetrën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna li kulli dini khuluqan, wa khuluqa l-islami l-haya. Gjdo fe e ka moralin e vetë. E morali islamit është turpi. A keni ndëgju për Hazreti Uthmanin radiallahu anhu? Janë turpëru me lajqet. Me lajqet janë turpëru për Uthmanit radiallahu anhu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberi u turpëru. Kur e kam pyet thënë, ja Rasulullah, hyni Abu Bekri vendi nuk e lujte. Hyni Omeri vendi nuk e lujte. Tha hyni Uthmani, tha e lujte vendin. Tha po turpërohen prej njeriu që turpërohen me lajqet. Vallaj vazni, mos mendo se milionat e bëjnë njerin insan. Jo, milionat mundën me bëjnë njerin hajvan.
e prishin, e nxjerrin krejt prej taktit, as turp nuk met tek ai, as iman, as fija e imanit nuk met. Mirë po njeriu e bën puna, imani, besimi në Allahun Azza wa Jall, edhe turpi e bën domethënë insan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çdo fe ka moralin e vet. E morali fesë islame është turpi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el haya'u min al iman, ka thënë turpi është prej besimit, imanit. Wal imanu fil janna, e imani është në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha njënit prej sahabeve, tha ti ki dy cilësi që Allahu Azza wa Jall i don. Cila është? Ka thënë butësia edhe turpi. Do me thonë besimtari duhet me qenë i but, besimtari duhet me qenë i but edhe duhet me pas turp. Jo valla une se kom gale, ki po disa gra, une se kom gale, po s'ki gale se s'ki iman, ti s'ki gale se s'ki moral, për atë arsye s'ki gale ti, po të kishe pas gale, e kishe shujt, nuk ta kish një zonin as buri, jo me bërtit, e kështu që duhet shumë me pas kujdes. Ibn Rajab al-Hanbali rahimullah thot, turpi është dy lloj vëllezër. Lloji i parë i turpit është kështu, domethënë Allahu Azza wa Jall ka kriju njeriu. Domethënë kjo është dhunti prej Allahut Azza wa Jall. Allahu e ka kriju çështu njeriu. E sheh për shembull dikush, ndoshta familjen e ka katastrofë. Baba vet rakipin, bigjozlun, shkon mas femra, para harxhon pa lidhje, çma s'bën, me mujt, çka të mundet në dorë me bëj, e bën. Nuk e fal hiç. Çdo të keqe që mundet me bëj e bën. Mirë po djali dukat. Jo veç dukat. Dukat 24 karat. Djali dukat. Altan. A baba ka katastrofë. E kjo është domethënë dhunti prej Allahut Azza wa Jall. Ndoshta ka dikun që ka hongër halal ose nona ose diçka, domethënë ka diçka këtu që ky djalë ka dalë çështu. Prej babës të keq, me dal djalë i mirë, valla është mrekulli muj me thonë. Edhe dyta është përfitim. Duke ndëgju ligjerata, duke ndënet me njerëz të mirë, ja merr pak prej ati, e shetë me thënë që kjo turp është me gjujt, zban me gjujt, edhe unë s'pe gjuj, po runa, po kujdesna për këta, po kujdesna për ambientin, për pastërtin, zullum nuk pi bëj kërkujt, pe këqyri do me thënë, kjo e ka respektu babën, edhe unë po do të me respektu, kjo e ka respektu nonën, edhe unë po do të me respektu, kjo e ka respektu mësusin, edhe unë po do të me respektu, kjo e ka respektu të shkollumin, edhe unë do të me respektu, e kështu do me thënë e përfiton. E përfiton do me thënë këta, duke njoftë Allahun Azza wa Jall, e kështu me radhë. Pra edhe duke nejt me njerëz të mirë. Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhuma thot, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë plan një njeriu prej ensarve. Edhe njëri po e këshillon. E ka po, ju ka skuq fytyra prej marrës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lere. Se ka thënë imani është prej turpi është prej imanit. E ka po që ky njeri që po këshillon u skuq prej marrës. I ka thënë lere këtë, pse se ky pas ka iman. E ka po që në ftyrë, prej ftyrës është njoft, do me thonë, personi që ka iman, ka marrë. Selman el-Farisiu radiallahu anhu thot, kur don Allahu Azza wa Jall me shkatru robin e tij, ja hek turpin prej zemrës. Ja largon turpin. E sheh do me thonë, sigur një fjalë këtu e përdorin njerëzit, ishte pesh. Kryte hajsha, ishte pesh. Do me thonë që me gjithë kanë zihet.
përlo me ato, përlo me këto, shau me ato, shau me këto, fol me ato, fol me këto. Do me thonë, kur donë Allahu Azza wa Jall me shkatru, do me thonë që ashtu ja hek turpin. Kur t'ja hek Allahu Azza wa Jall turpin, atër do me thonë s'ka kur gjatë të ky njeri. Për këtë arsye dhezër, duhet mu kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndër urtësit e pejgamberve që u ka arritur njerëzve deri sot janë edhe fjalët, po s'pat e turp, bëj ç'të duash. Nëse s'ki turp, nëse s'ki marrë, bën çka dush. E neve, nëse friga ndaj Allahut nuk na nal, atëherë të na nal turpi. Pse? Mara është ty me të pa dikush me ngrit dorën babës tonë. Nëse nuk tutesh prej Zotit, nëse nuk ketë frikë prej Zotit, atëherë turpërohu prej njerëzve. Mara është me pa dikush që ja ke ngrit dorën nanës me mshu. Mara është me ngrit dorën grus që ja ke me mshu. Apo fëmijëve pa lidhje, me probleme të lashet e tua, e ti mu qu me re grun, e me re nanën, e me re babën, e me myt babën sikur që është për ndollë. Unë po foli këto vëzër që po ndëgjojmë, po ka rastet shumëta. Mare, nëse nuk ke frikë prej Zotit, s'paku turpërohu prej njerëzve. Pse? Ka me thonë behube ja zëk e koftë. E ka re babën e vetë, e ka re nonën e vetë, e ka re grun, i ka re fëmijët e sene. Do me thënë, turpërohu s'paku, turpërohu prej njerëzve. Nëse s'ki turp prej Allahut. Mirë po, numër 1, do të me pas turp prej Allahut, mu turpëru prej Allahut Azza wa Jall, sepse Allahu Azza wa Jall është ai cili na ka kriju neve. Ibn Qayyimi rahimullah thot, pastaj medito, mundohu do me thonë me pa do me thonë këto, që Allahu Azza wa Jall i ka veçu njerëzit prej kafshve. Ajo do me thonë është turpi. Pse? Se kafsha nuk ka turp. Njeri ka turp. Njeri dëdhon prej mendjes edhe prej turpit. Do me thonë kafsha nuk ka turp. E turpi do me thënë është prej moraleve, prej sjedhjeve më të mira, edhe më të vlerëshme, edhe që ka dobi mas shumë të do me thënë njeriu. E kjo është do me thënë edhe veçoria e njeriut. E ai cili nuk ka turp, ai nuk ka prej njerëzillëkut, vetëm se lëkurën edhe gjakun që e ka, edhe fotografin, fizionomin e njeriut. Për ndryshe, ajo është do me thënë sikur kafsha. Do me thënë gjakun që e ka njeriut insanit, edhe lëkurën, edhe fizionomin e shetë, do me thënë që ky njeri është si insan. Mirë po për ndryshe, nëse nuk ka turp, atëherë edhe kafsha nuk ka turp. E shojmë do me thonë kafsha shka bën rrugës, po ashtu do me thonë edhe njerëz. Andaj, do të me pas kujdes dhezër, mu turpru prej Allahut Azza wa Jall, për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, istahju min Allahi haqqa al-haya, edhe me këtë inshallah përfundojmë, ka thënë istahju min Allahi haqqa al-haya, turpërohuni prej Allahut, turpërim të vërtet. Sahabët thënë, wa ma haqqu al-haya ya Rasul Allah, ka thënë çka është turprimi i vërtet o i dërguari i Allahut, an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a, ka thënë të kujdesesh do me thonë për kokën edhe çka po qet në ta. Jo me mendu keq për muslimanin, me sha, me aqel vorin, me shpionu, me tradhthu, shka për di shka, do me thonë edhe në barë çka po qet. Jo, Allah unë të ngina, a është halal, a është haram, mos po më intereson. Jo, do të me të interesu, se këtu ka probleme shumë. Nëse fusish në bark haram, atëherë as duaja nuk pranohet. A be hoqëm pelu dhe zotin, s'un pranohet, po ti këqyre, Allah vjem, këqyre, mos ki hongër haram. Kontrolloj një herë.
Si njëri tha, po shkoj tha punë me lyp, tha s'm po gjej punë. Lypshin punëtor, po lypin punëtor s'ka. Po shkojnë me këshirë, s'ka punë. Po shkojnë ai tjetri po gjen. Pse? Po që me letën, po i kina ra pishmanit, adin se s'po dojmë tash punëtor. Kur po shkon tjetri mas 2-3 orë, po marrin punëtor. Po të mshilën dyrë të vllav jam, pse? Se ke fut në barkin të në haram. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu. Ka përmend atë njeri i cili ka hangër haram, ka vesh haram, ka pi haram, ka thënë fa anna yustajabu dhalik. Ka thënë çysh ju përgjigjet Allahu azza wa jalla këtij personit. Ka thënë haja haram, veshja haram, pija haram, çysh më ju përgjigj Allahu azza wa jalla. Ana shumë mirë e di, prej kushteve të pranimit lutjes është me hangër halal, me vesh halal, me pi halal. Do me thonë, do të me pas kujdes. Andaj, duhet me pas kujdes dhe zërbesimtar. Duhet me pas kujdes, me pas turp prej Allahut azza wa jall, numër 1. Pastaj prej krijesave të Allahut azza wa jall. Nëse nuk kemi turp, vallahi, nuk kemi dallim do me thonë prej kafshëve. Edhe pse ndoshta dikujt i do këtë vështirë kjo, mirë po, kjo është ashtu. Për këtë arsye duhet me kontrollu veten, duhet me këshir, edhe mu turpëru prej Allahut azza wa jall, po ashtu mu turpëru edhe prej krijesave të Allahut azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall që të na mundsoj ta kuptojmë fenë Allahut, ashtu sikur që çdon Allah subhanahu wa taala, ashtu sikur që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu lusim Allahun azza wa jall që përfundimi jon të jetë përfundimi mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.